si është e mundshme, por në fakt kjo ndodhet. Para se të dalim të flasim për zgjedhjet lokale, sepse sigurisht kemi për çfarë të folur, por të kalojmë pak edhe tek deklarata e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili tha se me 26 tetor do të prezantohet qeveria e re. Si prisni që të bëhet, zotri Rashiq, duke qenë se deri më tani, tash e sa muaj, gjithmonë ka pasur mungesë të numrave, ka pasur mungesë të vullnetit bashkëpunues ndërmjet partive politike, ftesa për LDK në këtë rast mirë, po që nuk janë përgjigjur pozitivisht. Dhe tash së fundmi kemi një dakordim mes dy partive për t'ju votuar juve, dhe kjo sikur dha shpresë se mund të ketë ndoshta edhe një bashkëpunim të tyre pastaj edhe në formimin e qeverisë së re. Mund të ketë, pajtohem, dhe edhe pse nuk kam do informacionet dhe më shtu të... Dhe nuk është se përmendi një koalicion ose diçka gjatë konferencës. Nuk dha detaje, tha se do të prezentohet të qeveria e re. Nuk dha detaje dhe është edhe ma mirë të thonë vërtetën, se të na në Kosovë, në veçanti, pas ato barikadime figurativisht që i përmenda herën e fundit, ndoshta është e mirë që ato biseda që të bëhen sparim brenda partive politike, tek pastaj kur dihet detaje që të shpallin së bashku dhe ashtu. Por e ka një, kishte thonë, optimizëm shtesë tani, sepse e kemi dy... Për një koalicion të mundshëm me lidhjen demokratike të Kosovës, me qenë se ju votuan edhe ju? Kishte thonë përgjithësi, jo vetëm me lidhje demokratike, edhe pse kjo une sipas meje kishe qenë një gëzuar të thonë vërtetën që të kemi një qeveri, një mazhorancë stabile. Kjo flas për shkaqe të ndryshme, për shkaqe të sfidave që kemi para nesh, për shkak të marrëdhënieve ndërkombëtare, këtë shumë rrallë. Prandaj unë personalisht kishe qenë i gëzuar që të jetë opcioni sikur që keni thonë dhe ju me LDK-n, sepse atëherë do të kishim pas një numër më të madh të deputetëve, ku dhe unë ju rikujtoj kam qenë dhe do qeveri që kemi pas do 63, 4, 5 vota, dhe me të vërtetën është e vështirë sfiduese që ta aprovojnë ligjet të cilët janë nevojshëm dhe ashtu me radhë. Prandaj sa i përket koalicionit të mundshëm, unë nëse vetëm unë në ndonjë formë ose ndonjë moment do të inkurajoj të them ashtu dhe zotrin Kurti ose tjerë që është e mundshme një koalicion i tillë, sepse sipas meje dhe siç kemi konfirmuar edhe më herët, kanë treguar një seriozitet institucional dhe unë e vlerësoj një gjë e tillë, pavarësisht që jam unë në pyetje ose dikush tjetër, sepse këto janë metoda të cilat mund të them ashtu, jo ta formoni qeverinë, por ta tregoni mundësinë që tani nuk kemi atë, të them ashtu, pengesë, por mund ta vazhdojmë ja formimin e qeverisë, ja diçka tjetër, dhe kjo është e mundshme. Pra do ta ketë vështirë, sepse të formohet qeveria me gjallë se do të duhet tash, me qenë se edhe është hapë rrugës, nuk ka një pengesë tjetër rrugës, por sa është e vështirë që të bëhet kjo, marr parasysh pozicionet në për cilat ndodhen partitë politike dhe deklaratat. Unë e konsideroj që është e lehtë, por vetëm që mund të them para gjykimit t'i lojmë anash, që është e mundshme, dhe mos ta jetojmë në të kaluarën, për shembull, pra po them. Nëse tash nisemi të analizojmë çka ka ndodhur para 7-8 muaj vitin e kaluar, ose para 3-4 vjet, prap e bojmë vetes barrikadime. Këto është shumë me rëndësi që të hyjnë në një proces pa kur farë paragjykime dhe pa kur farë raporte që thohet. Nëse hyjmë në ato analiza... Kur thoni këtu, Rashiq... Ma vështirë, po bëhet ma vështirë, nëse po hyjmë në raporte... Po me kë e ka më të lehtë që të merret vesh për formimin e qeverie, në perceptimin tuaj? Tash nuk e di, me të vërtet nuk e di. Kryeministri është pyetje për kryeministrin, unë kam eksperiencë, por prap nuk... Jo, megjithatë mund ta keni një mendim nëse do të ishte më e lehtë që të bashkëpunonte me Lidhjen Demokratike të Kosovës apo me PDK-n, me qenë se edhe kanë numra më shumë në kuvend. Pyetje me vend, por kjo... Sepse për LDK-n edhe ka pas ftesa, ndërkaq për PDK-n kanë munguar. Pa, jam i sigurt që kryeministri ka arsye të veta dhe unë tash të analizoj arsyet. Zotri Rashiq, kur thatë se nuk duhet të analizohet e kaluara, pra të lihen anash këtu. E keni fjalën për LDK-n, e cila vazhdimisht është deklaruar se nuk do bashkëpunim për shkak të kaluarës që ka pasur në një qeverisje bashkë me vetëvendosjen, e po ashtu edhe për shkak të gjuhës që ka përdorur Kurti gjatë fushatës. Unë në esencë mendova sa i përket gjuhës që ka njëherë politikanë mund të përdorin gjatë fushatës, dhe kjo
zakonisht, edhe pse ne balkanase kemi vokabularin pak e kemi dhe rondë, të temë shtu. Kojza, nuk kemi fatkeqësisht nga aspektin të kulturës politike, nuk kemi as Gjermania, as Franca, fatkeqësisht, por aty jemi ku jemi, prandaj ka do vokabulare të cilat janë pak të rënda, shprehje të cilat janë papritura, por megjithatë po flas bashkësakt për çdo. Mos të marrim do një deklaratë askujt për të keqen, sikur që është e pëngesa e madhe të bisedave, pse e bojmë këtë? Mos mendoni, është aty që të kuptohet shumë seriozisht. Mos mendoni nga aspekti personal, por mendoni nga aspektin kolektiv të partisë politike që keni. Dhe për të gjithë votues të cilët kanë votuar për ju, nuk jeni të votuar që të bëni kokë fortë që ju mendoni unë jam më i mençuri ose kushdo prej nesh që është. Por gjithë shikoni çka thot votuesi dhe çka thon kryesia, deleget dhe ashtu me radhë, prandaj nuk jemi atje ne vetë. E përfaqësojmë ndaj numër të votuesve të cilët e kanë mendimin e vet. Po, dhe shumë e mirë kjo që thoni zotëri Rashi, megjithatë